të shtunë në ora 16:25 në koha vizionit. Mirëmëngjes, jemi bashkë me lajmet e orës 9. Para fushata i ka mobilizuar shumë diplomatë të Kosovës. Një pjesë e tyre kanë braktisur detyrat me të cilat i ka ngarkuar shteti dhe janë vënë në shërbim të aktiviteteve që partitë politike janë duke i zhvilluar në prag të zgjedhjeve të parakohshme të 6 shtetorit, shkruan sot Koha Ditore. Burimet të gazetës kanë thënë të mërkurën se një pjesë e tyre këtë angazhim janë duke demonstruar në vendin ku ndodhen me mision e të tjerë edhe në Kosovë. Shumë misione, veçanërisht në rajon dhe në vendet e Evropës, janë kthyer në shtabe të disa partive politike që kanë pasur ndikim më të madh në emërimin e anëtarëve të shërbimit të jashtëm. Ka edhe diplomatë që në kundërshtim me kushtetutën janë përfshirë edhe në listat e kandidatëve për deputet, ka thënë një burim i gazetës në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Formalisht, një memo i është përcjellë stafit diplomatik me të cilën kërkohet të mos zhvillojnë aktivitete partijake. Shërbimi i jashtëm vuan nga politizimi i skajshëm. Gazeta ka raportuar vazhdimisht për militant partijak që jashtëligjshëm bëhen pjesë e shërbimit, e madje pajisen edhe me gradat më të larta siç është ajo e ambasadorit. Nga gradimet e fundit është ajo e deputetit të Partisë Demokratike Nait Hasani, i cili është dërguar ambasador në Tiranë. Komisioni Evropian ka akorduar në total për periudhën 2014-2020 shumën prej 8.4 milion eurosh për zbatimin e programit të përbashkët Shqipëri-Kosovë, veçanërisht në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Por me gjithë financimet e vazhdueshme të Komisionit Evropian në kuadër të IPA-s për mjedisin ndërkufitar Shqipëri-Kosovë, situata në terren në këtë zonë është thuajse alarmante për shkak të ndotjes së lumenjve në Kosovë e Shqipëri, shkruan sot Koha Ditore. Ditë më parë është njoftuar se rreth 12 ton peshq kanë godhur në lumin Drini Bardh në territorin që administrohet nga komuna e Prizrenit. Sipas peshkatarëve, ngordhja e peshqve ka ndodhur për shkak të kontaminimit të ujit të lumenjve të kësaj ane nga hedhja e mbeturinave të kompanive të ndryshme që veprojnë në komunën e Prizrenit. Krahas dëmtimit të florës liçenore dhe lumore, Drini Bardh vazhdon të helmojë bagëtinë e fermerëve prizrenas. Banorë të fshatit të Dobrush të Prizrenit janë ankuar se po ngordhin lopët, pasi këto të fundit kanë pirë ujë në Drinin e Bardh dhe kanë kullotur në brigjet e liçenit të Fierzës në territorin e Kosovës. Ndërkohë që specialistë të mjedisit në Kosovë kanë arritur në konkluzionin se uji në lumin Drini Bardh të Prizrenit nuk është i helmuar, duke vlerësuar se ngordhja e peshqve të ketë ndodhur si pasojë e ujit të ndotur nga derdhja e ujrave të zeza të Prizrenit në pjesën ku lumbardi i bashkëndodhur si pasojë. Inspektorati nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka sqaruar se përse kjo ndodh çdo vit në periudhën e njëjtë, pasi ulet sasia e ujit në lum dhe rritet sasia e ujrave të zeza. Specialistët stomatolog të papunë do të protestojnë para qeverisë së Kosovës. Protesta fillon në ora 10 dhe organizohet në vashtën e protestave të mbajtura më herët para Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qeverisë së Kosovës. Ata kërkojnë që të mbahet premtimi për punësimin e tyre, i cili u është bërë kohë më parë nga krerët institucional. Sipas tyre, mosgjidhja e kësaj çështjeje ka bërë që shumë prej këtyre stomatologëve të largohen nga Kosova dhe të marrin rrugën e perëndimit. Ata thonë se nëse nuk bëhet një zgjidhje shpejt, edhe të tjerët do të detyrohen të kërkojnë punë në ndonjë vend tjetër. Gjykata Supreme ka vendosur në favor të ligjit të prezantuar nga administrata e presidentit Donald Trump që pakson mundësitë e imigrantëve që të kërkojnë azil në Shtetet e Bashkuara. Me këtë ligj, imigrantët që vinë nga vendet e treta fillimisht duhet të kërkojnë azil në Meksik para se të arrijnë në kufirin me SHBA-n. Ani pse ky ligj është kontestuar nga shumë kritik, ai mund të zgjerohet në tërë SHBA-n. Plani i Trumpit do të ketë ndikim negativ tek imigrantët e Amerikës Qendrore që shumica shkojnë në këmbë drejt Meksikës.
Ushtria e Guatemalës ka shpeshtuar patrullimet në rajonin që ndodhet në kufi me Hondurasin, pasi 3 ushtarë të tjerë janë vrarë nga trafikantët e drogës. Këta ushtarë u vranë një javë pasi 9 të tjerë u zunë në kurth nga trafikantët që vranë 3 prej tyre. Që kur u shpeshtuan këto patrullime, ushtria ka zbuluar rrugë dhe pista të fshehura aeroplanësh që përdoreshin për transportimin e madh të drogës. Guatemala me shtetet si El Salvadori dhe Hondurasi përdoren si rrugë kalimi për drogën latine drejt Shteteve të Bashkuara. Këto ishin lajmet e orës 9, ju lëm tani me kuriozitetin e ditës. Miru pafshim. Mali më i lartë në Suedi ka humbur vendin e parë për shkak të ndryshimeve klimatike. Shkencëtarët kanë konfirmuar se akulli që e mbulon majën e këtij mali vazhdon të shkrihet, shkaku i rritjes së madhe të temperaturave. Mali Kebnekaise, që ndodhet në thellësi të veriut në Suedi, ka 2 maja. Njëra është glaciale dhe tjetra gurore. Ajo glaciale tani ka 2095 metra, që është pika më e ulët, derisa maja gurore në veri është 2096 metra. Gjatë 50 vjetëve të fundit, lartësia e majës jugore ka rënë për 24 metra. Më brengosës është fakti se gjatë 10 vjetëve të fundit, maja çdo vit është shkrirë për 1 metër. Ka mundësi që mali glacial do të akumuloj bore akull gjatë këtij dimri për të ndihmuar majës jugore që të marrë primatin e majës më të lartë, por kjo gjë bëhet përkohësisht. Temperatura ekstreme gjatë kësaj vere përjetoi Suedia, Finlanda dhe Norvegjia. Kjo temperaturë konsiderohet fajtore për zjarrin e madh që ndodhi në Suedi, e ky zjarr detyroi shtetin që të kërkonte ndihmë nga Italia. Moti në KTV përkrahet nga HIP.